duhet jemi të ndershëm dhe të drejtë. Në qoftë se presim ne që prokurorët të shkojnë dhe t'i vënë hekurat e Edi Ramës, ne jemi personazhe, nuk jemi njerëz real. Është populli ai që thot fjalën e vet. Ata folën. Tuneli Llogaras është vepër kriminale. Është krim. Dhe është kryer nga Edi Rama. Ndaj dhe tani ne demokratët në frymëzimin atyre protesta që hoqen nga froni njërin nga ligësit më të mëdha karakteriale të këtij vendi siç ishte Erion Veliaj, se ishte. Tu them domon, nuk mund të njerëzit nuk e din, po të hysh në bëma dhe gjëmat e tij janë të pabesueshme. Tani kreu i Meduzës e ka radhën. E ka radhën kreu i Meduzës. E tanë e pitas. Leonida me 300 përballoi 100.000. Asgjë s'mund t'i thyej njerëz të guximshëm që mbrojnë një çështje të drejtë. Dhe nuk ka çështje më të drejtë se kjo. Nuk ka çështje më të drejtë. Po pranojmë ne, Edis Berberi, ata janë të korruptuar pa diskutim, gjën falsë, po janë në ushtarët e Edi Ramës. Ushtarët e Edi Ramës. Shkoj mirë e bukur në Qershor, shkoj në vizitë në Stamboll, mori sultaneshën me vete, aty firmosën, po bëjmë këtë, bëjmë ato, dhe u kthyen për mbysën tendrin dhe anë tendrin. O do u dalim zot ne tani, qytetarëve, ose historia do na denoj. Nuk ka patur në historinë 32 vjeçare të shtetit akt flagrant si ky. Është djegësi, po është proces në vulkan, është në zgjedhje, kurse këtu nuk ka, janë 2 persona. Edi Rama, Lubi Balluku, a e dini që ka ndajt 4 orë në zyrë ata, në gjendje shoku, kolapsi. Dhe ajo i thot, si a fare do heqe, thot. Se kam zbatuar vetëm porosit tua. Edhe ati i ka thënë, mos më shim për grua. Vesh rrobat e burrit, se ajo në fakt e kuptoni vetë sot ka 50 vjetorin e ekzekutimit gjyshit vet, i cili ishte një serial killer.